Do të ecim më tej me të tjera zhvillime ku banesat karakteristike janë dhe tërheqja kryesore e vizitorëve vendas dhe të huaj, të cilët shkojnë në qytetin e Beratit. U bë vite tashmë që në to nuk ka asnjë investim. Të vetmet fasada të cilat janë restauruar së fundmi janë banesat të cilat janë shndërruar në bujtina, ndërkohë që pjesa tjetër e tyre lë shumë për të dëshiruar. Banesat karakteristike janë tërheqja kryesore e vizitorëve vendas dhe të huaj, të cilët shkelin në qytetin e Beratit. Lagjet Goric, Mangalem dhe Kala janë ndalesat kryesore për çdo vizitor që shkel në këtë qytet. Po ndërsa flasim për hartim strategjish me në qendër turizmin, për hartime projektesh për zhvillim të tij, pak ose as pak nuk mendojmë për gjendjen në të cilën ndodhej prej vitesh fasada e banesave të lagjeve muzeale. U bë vite tashmë që në to nuk është investuar dhe pamjet e tregojnë më së miri. Të vetmet fasada që janë restauruar së fundmi janë banesat që janë shndruar në bujtina, ndërkohë pjesa tjetër e tyre lë shumë për të dëshiruar. Vende të rënuara, me suva të rëna, të palyera, me dritare të prishura. Kjo është pamja as pak e këndshme që vjen nga dy lagjet që rrin përballë njëra tjetrës me një sinkron për t'u admiruar, por asnjë vëmendje nga ana e organeve kompetente. Pushteti vendor, por edhe Drejtoria e Kulturës prej kohësh ankohen për mungesë fondesh, gjë e cila ka lënë në këtë gjendje fasadat e banesave karakteristike, ndërkohë që vetë banorët shprehin shpresë në zhvillimin e turizmit dhe shprehen se gjendja lë shumë për të dëshiruar dhe se masa duhet të ishin marrë pasi sezoni turistik tashmë ka nisur.